Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në debatin për ballotazh me kandidatët për kryetar komune të Istogut. Sipas të dhënave të KQZ-s preliminare, ato që i kemi deri sot, është konstatuar se dy kandidatët që kanë mri në rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komune janë Fadil Ferati nga LDK me 42.3% dhe Idris Bllakaj nga PDK me 24.5%. Në këtë debat nuk ka minutar saktuar, rregullat ndryshojnë, presin vetë për kandidatëve të luftojnë për hapësirën mediale, për cilën ne vetëm do t'ju mundojnë ta shfrytëzojnë, ndërsa pyetja e parë për të dy ju është se si keni avancuar prej rundës së parë? Çka keni ndru prej programit thjesht, a keni përparu diçka pas rundës së parë, zotni Ferati? Faleminderit, ne vazhdimisht përpiqemi që të mbrojmë në të mirë, normalisht, dhe unë kam shumë të qartë që kandidatura, edhe pse për herë të parë në Kosovë është në zgjedhjet drejt për drejt të kryetarit komunës, megjithatë kryetari nuk do të jetë një sovran i plot, do të thotë nuk do të jetë një pash në komunën e vet. Megjithatë do t'ju referohet rregullave dhe ligjeve, që një ndërtohet është edhe projekt buxheti komunal dhe planët të cilat janë të miratuar nga kuvendi komunal, nuk do të mund të ndrohen në tërësi, përveç që mund të planifikoj një dinamik më të shtuar, një qeverisje më të mirë, dhe synimi im është që të ndrojë në këtë drejtim. Shumë gjëra janë të projektura, janë të futura në buxhet dhe dihet shumë. A ka ndonjë ide në ndërkohë, në 3 javë të fundit, se keni pas përpara? Normalisht që ne mundojmë kry dhe ide vinë çdo ditë dhe përpiqem që t'i fuzionojmë sa më shumë. Thashë do të gjithmonë shkojmë në planin ofanziv të ndryshimeve. Mirë, po ndryshimi i parë. Cila është një ide që ju ka? Ideja e parë është në përbëmjen e qeverisë së re, cila do të jetë shumë më kualitative dhe më profesionale, sepse këtu kryetari nuk do të jetë shumë i varur, do të jetë më shumë, do të ketë më shumë fuqi dhe më shumë durë të lirë që të bëni qeveri funksionale komunale. Dhe përmes tyre të realizojë projekte të cilat kanë kaluar tash dhe janë bë ligj tashmë, sepse kanë kaluar edhe në trupat e kuvendit, në ekzekutivin, në komitetin për politikë e financa, në debatet me qytetarë, dhe në fund kanë marrë formën e prerë nga kuvendi komunal, dhe ato dojnë zbatu dhe nuk mund të ndryshohen shumë. Zotni Bllakaj, ju a keni ndru diçka prej rundit të parë, a ju ka në ide, a jeni sot më i mençëm se atëherë kur keni qenë rundë parë? Unë jam po i njëjtë, s'mund të jem më i mençëm brenda 3 javë, por sigurisht që ide të reja mundohemi gjithmonë që të kemi. Unë mendoj që për dallim nga rundi i parë, kur nuk e kemi ditë se do të jetë rezultati zgjedhor, tash e dim edhe ideja ime, ajo që ka qenë vetë kam përforcuar, se duhet ta bëjmë një qeveri me një bazë më të gjatë qeverisë, për shkak të mirës qytetarit, sepse më le të zgjedhësh për më shumë subjekte politike se sa për një subjekt politik. Kështu që mendoj se duhet ta bëjmë një qeveri shumë profesionale, një qeveri e cila do të respektojë ligjin e nën, por do të respektojë qytetarin e komunës sonë. Kjo do të thotë që ju momentalisht jeni 24%. Çfarë qeverisje do të bëni? A do të jeni një opozitë mirë? Çka nëse jeni në qeverisje? Po unë nuk mendoj për opozitë. Në opozitë kam qenë mjaft, mendoj se tash do të jem opozitë. Dhe me sigurt në atë. Do të udhëheqni mendoni? Patjetër. Mirë. Pyetja e dytë është se cilat janë inovacione që do t'i sillni, risitë që do t'i shohin qytetarët në pushtetin e juaj. Do të thonë, çka janë gjanat e reja që do të shihen ashiqare, gjanat e reja, inovacione që do t'i bëni në komunë në si u. Po unë e kam shumë atë lehtë se ish kryetari i komunës, sepse kryetari tha se do ta bëni qeverisje më të mirë. Ka kanë pas rastin që ndrojnë shumë çka në qeverisje, se i kanë qeverisjen në 7 vite, po bën më shumë se 7 vite. Ndërkohë unë si opozitor kam pas rastin që të mësoj nga gabimet e pushtetarëve aktual, dhe mendoj se do ta bëjnë një administratë shumë funksionale, e cila momentalisht nuk funksionon si duhet, do ta bëjnë një qeveri. E thash jo një partijake, sepse deri më tash ka qenë komplet qeveri një partijake, dhe do të kërkoj prej punëtorëve të administratës që të respektojnë orarin e punës në anë parë, po të respektohet ligji. Zotni Ferati, a keni diçka të shtoni në këtë? Po këto që i thotë kundër kandidati im, këto janë gjitha punë që unë i bëj në vazhdimsi dhe mendoj që për këta jam edhe i njohur edhe në qeverisit e kaluara dhe me një besim të madh. Shihet besimi i vazhdueshëm edhe tani. Mirë, po tash jemi në fazë. Cilat janë inovacionet që ju do t'i sillni në komunë? Normalisht do të vazhdojmë me reformën në administratë, sa thash edhe në fjalën tënde të parë që shansa për një qeverisje më të mirë dhe me një qeverisje më të gjanë në mbi baza profesionale tashmë është në duart e kryetarit të komunës.
Dhe kjo do t'jetë ajo që do t'jetë ndryshimi më i madh pozitiv në komunën. Jo vetëm të Stogut, por në të gjitha komunat. Çka keni ndryshe prej herës kalume? Çfarë kompetenca keni më shumë kur Po kemi kompetenca për arsye se kryetari ka të drejtat të mëdha në caktimin e qeverisë komunale. Si për shembull? Në caktimin e drejtarëve të qeverisë komunale. Pa, si keni pasur deri tash për caktimin e drejtarëve? Jo, ka qenë një rrugë pak tërthore, sepse s'ka qenë autoritet i plot i kryetarit, me qenë se kryetari dini që është votuar nga kuvendi, dhe po ashtu kuvendi ka qenë ai që ka dhënë fjalën e fundit. Sa tash rolin kryesor në përmbajtjen e qeverisë, në reformën e pushtetit lokal, e kam fjalën e administracisë ka kryetari i komunës. Dhe këtu mund vjen shumë më shumë në shprehje edhe përvoja, edhe puna, edhe mundësia. Mirë, çka është në rrugën e parë ju kemi pyetur për kvalitetet e juja, ndërsa tash më tregoni për edhe kvalitetet por edhe dobësitë e kundër kandidatit juaj. Pse nuk kishit votu për kundër kandidatin e juaj? Po nuk kam që të flasë për kolegën me do të me dizin ke bani rrugë të gjatë, por kisha me dhënë vërejtje publike në këtë fazën dinamike të fushatës, për arsye se kam përshtypjen dhe informatat mjaftueshme se nuk po respektohet as një kod moral, as etik, as profesional, as intelektual, as qytetar. Çfarë po mendoni? Çka ka Po ndodhur kështu, sepse shërben me shumë të pavarteta deri te demaskimi kundër kandidatit që do të tërhiqet nga gara dhe mund duhet të dementoj këto përmes gazetarëve. Pastaj thuhet që me qenë se në qeverinë e Kosovës, në nivel Kosovë do të fiton, ka fituar partia tyne dhe nëse unë bëhem kryetar, kjo qeveri që vjen do të mbyll arkat për komunën e Stogut, gjatë që harrojnë që Kosova është një shtet dhe ka një sistem juridik edhe politik edhe ekonomik të stabilizuar, harrojnë që Lidha Demokratike s'ka pas asnjëherë kryeministët në Stogu ardhur në komunat e para në qeverisën time, edhe harrojnë që ka ligj mbi menaxhimin e financave publike dhe ka komision parlamentar të financave dhe po ashtu ka edhe autoritetet tjera të cilat sigurisht që nuk do ta shndrojnë Kosovën në një sultanat dhe unë besoj shumë edhe në platformat e partive tjera dhe nuk duhet të kompromitohen edhe platforma e partisë që ka fitu deri në nivel për një motivit shumë të ullë, shumë meskin, që vetëm të fitoj votat dhe të mashtoj çdo kënd që mundën. Këto me qenë vrejtët e mia, nuk po thamë të tjera, po mirë, zotin Blaka, është e vërtetë që PDK-ja po kërcënohet te komunat që kanë shumicën e PDK-ja, më mirë votoni për neve se shumë keq se ish kryetari lën vetës me dezinformata. Sa po shërim për atë që e thash se kanë thonë që do të rrihet kundër kandidatit, është e vërtetë, unë smerrem me kundër kandidatin asnjëherë, por sot që mund as me emrin e tij, as me po me punët e tij patjetër e marr si kryetar komune, jo si Fadil. Ndërkaq për sa i përket deklarimit se nëse shkojnë ballotazh do të tërhiqem, ka xhirime televizive që e thonë atë dhe kanë thonë anëtarët e tij jon, ja kanë thonë gazetarët jon. Ju keni thonë që do të tërhiqeni nëse shkonin ballotazh? Jo, kështu po se ta shohni se ne të tillë sepse fituesi tërhiqet nga gara kurrë, unë nuk jam. Debatin televiziv mund ta shpjetoni arkiven ose gjeni atë, po mos humbim kohë. Ndërkaq po atë që e thot për qeverinë, unë nuk kam nevojë të merrem me atë se do ta ndihmoj apo do ta ndihmoj qeveria, se unë jam i bindur se qeveria është në fazë do të jetë qeveria më e përgjegjshme deri më tash, në atë nuk kam asnjë dyshim, do të jetë qeveria më profesionale. Po ato do t'i dënoj kjo qeveri komunat që s'janë të PDK. Asnjësi, sepse për qeverinë gjitha komunat do të jenë njësoj, për gjithë qytetarët do të jenë njësoj trajtuar para qeverisë Kosovës. Nuk të nuk ka asnjë dyshim, po thënë në shkomca që kryetari mundohet të paraqes për qytetarët e burimit e din fare mirë se i din deklaratat e mia, i din qëndrimet e mia dhe njihemi. Njofin edhe mua edhe kundër kandidatin. Përkundazi, unë nuk kam shtyp parë në fushat, unë nuk kam dhënë të holla për bartën e njerëzve, se nuk ju kam thonë kaq të holla keni nëse i bëni kaq votues në rundën e dytë, po kjo mbetet në ndërgjegjen e ish kryetarit. Unë merrem me atë se çka do të bëjmë për qytetarin e burimit. Unë jam i interesuar që ta ndroj këtë qeveri sepse e përmani kryetari, i përmani kompetencat se do të jenë më të mëdha. Po të fatkeqësi për burimin, nëse se fiton Fadil Prati si kryetar komunës, sepse deri më tash absolutisht asnjëherë nuk është respektuar kuvendi komunal i Sërgoni më lart vendimarrës në komunë, gjithmonë është anashkalu, gjithmonë vendimet janë marrë prej kryetarit, bashkëpunim me kryeshefin dhe drejtorët e drejtoratëve, për këtë ka shënime, për këtë ka stenograme, për këtë në proces verbale, prandaj s'kam nevojë të flasim për atë punë. Qytetarët e dinë mirë këtë. Mua më intereson se të ofroj qytetarin një shërbim më të mirë, një shërbim më kualitativ, një administratë më profesionale, dhe në lëmi të ndryshme që jenë më suksesshëm se sa qeveria e kaluar. Dhe që unë s'kam asnjë dyshim se do të jetë ashtu. Unë vetëm desha të them një gjë, sepse e kam kërkuar gjithmonë edhe nga kundërshtarët, më arsye që të rritet kualiteti se gara
apo kundërshtime të zhvillojnë edhe shoqërinë, që të kemi përgjegjësi para fjalës publike dhe vjen mirë që qytetarët tonë e shohin këto. Sa i përket fushat se kush çka ka shtyr dhe sa ka cënu votën e lirë, këto din qytetarët e Istogut. Unë vetëm kam një dëshmi që ditën e zgjedhjes kam qenë fare në Istog. Dhe sa zotnia tjetër ka qenë pothuajse kujdestar apo rroje vendvotime. Unë kam qenë tonë kohën e Prishtinës, kjo është shumë publike. Ndërsa unë do të jem shumë i gatshëm që ta mbroj votën e lirë, jo për veten time. Po vërtet që mos krijohet një sistem në Kosovë ku cënohet vota lirë. Ajo është e shenjtë dhe ajo do të mbrohet. Shkojmë pyetjen tjetër. Sa i përket kualiteteve të punës së qeverisë së kalume komunale, ku unë kam udhëheq, ju sigurisht edhe si shtëpi publike sot në orë keni xhiruar shpesh në Istog. Dhe besoj që në Istog me kënaqësi vinë edhe njerëz sepse kanë edhe katë qarkullojnë. Dhe mendoj që Istogu edhe në bazë të vlerësimeve të qeverisë, të qeverive të kaluara, edhe të bashkisë ndërkombëtare është e njohur për shumë afinitete, si komuna më e sigurt në Kosovë, si komuna që është një kandidate për komunë model se si mund të zhvillohet një komunë në Kosovën tonë, dhe unë jam i sigurt që do të vazhdoj edhe komuna Istogut ju garantoj qytetarëve Istoga që do të jetë komunë model për Kosovën. Pavarësisht se kush vjen qeveri, sepse unë besoj shumë në të gjitha qeveritë dhe besoj shumë në shtetin e Kosovës dhe besoj shumë në sistemin juridik që plot në Kosovë, që është kompatibil me ligjet evropiane. Faleminderit, vjen vetëm t'ju korrektoj, nuk është kjo shtëpi publike shtetërore, po është shërbim publik, po informativ i pavarur. Po s'ka gjë, vazhdojmë. Pyetja tjetër është Istogu është i njohur për disa biznese caktuara. Çka keni vrejt ju, cili është investimi, cilat investime do t'i tërheqni, për çka është i njohur dhe çka do të zhvilloni më së shumti në komunën e juaj sa i përket përkrahjes ekonomike, ku do të fokusoheni për me i tërheq investimet, ku ka nevojë për investime? Si çdo komunë dhe Istogu ka specifikat e veta. Mirë, po unë si ekonomist jam e di mundësitë që i ka komuna, që i ka pushtetit i bëjë rreth vendeve të reja të punës dhe zhvillimit ekonomik. Dhe këtë çështje kemi pasur nga fillimi. Do thotë kemi zhvilluar infrastrukturën e fortë që quhet, infrastrukturën rrugore, elektrifikimin, shkollat, ujësjercet, kanalizimet, dhe për gjitha këto kategori mendoj që jemi diku kemi realizuar 70 deri në 80%. Po cilat investime synoni me i tërheqje? Do të vazhdojmë që t'i rrumbullakojmë këto në 100%, pse jo, sepse është dikush që i ka bërë 70 i banon në 100%. Dhe po ashtu kemi specifikuar me agroturizmin, meqense se jemi një midis bjeshkatar dhe ka mundësi të mira. Po ashtu ju e dini që jemi tjotu dhe për ekonominë e peshku dhe vjen mirë që është privatizu. Ne kemi mbështet procesin e privatizimit të kësaj ekonomie dhe aja funksionon shumë mirë. Ne kemi një zonë industriale të cilën do të zgjerojmë në kapacitetet që paraqitet në nevojë dhe do të vazhdojmë të jemi konkurrent që kemi qenë në tregun e mundësive kosovare, sepse Istogu i ka tyrat komunale 500.000 euro, ndërsa investimet kapitale nëse morrin një mesatare për 5 vitet e fundit dalin mbi 4 milion euro. Do thotë ne kemi qenë të përgatitur që të jemi të mirë në tregun e mundësive. Edhe në organizatat qeveritarë dhe jo qeveritarë që janë në Kosovë, dhe këtë përvojë do ta shfrytëzojmë sepse këtu jemi, mund të them dirisht, pak pa modesti, po jemi mjeshtë. Zbit Lokaj, cilat investime do të tërhiqni ju nëse vini në pushtet? Po pikëshpori do të thotë diçka rrethasaj se tha kryetari, po mos ta nefsha, po mos jetojnë bojën. Sigurisht që do t'i besoj ato që tha kryetari, po në vërtetë janë shumë çesharak ato që tha, po marr vetëm një shembull konkret. Për projektet që këta kanë shkruar të realizuar, është një raport mbi punën e qeverisë komunale nga zgjedhjet e kaluara 2002 deri në 2007, që ka bërë Liga Demokratike e Kosovës për fushat elektorale, mes tjera shkruan se 2 trafo për 250 kW në Vrell i ka realizuar komuna me ndihmën e Shajit. Ato trafo kanë qenë projektimi, e që komuna kanë dëgjuar për to veç kur i ka ka kaluar rrugës. Janë edhe 50 projekte tjera këtu për trafo që është një gjë e tillë, domethënë kanë investuar këtë tjerë dhe ka investim privat, nuk kemi mjaftuar për investimet private në komunën e Istogut. Kjo është ndryshe. E kisha pyet kryetarin e komunës me çfarë veture ka në debat televiziv sot. Ka me veturë zyrtare apo me veturë private, që është shumë indikative kjo, se veturat zyrtare keq përdor gjatë të fushat elektorale, gjithë aktivistët dhe kës po të shkojnë çdo mbrëmje në autoparkun e komunës sonë nuk do ta gjeni asnjë veturë, edhe pse janë 16 vetura zyrtare të komunës. Ditën e zgjedhjeve, edhe policit i ka dalë me veturë drejtoratet të emergjencës se të bëhet njerëz për të votuar për LDK. Kom dëshmi edhe anë në policit po doni u them. Këtë e ka bu kryetari, sepse është gati kryetari, bile quhen vetëm po në tuaj. Edhe trup, i zot demaj, e quhen vetëm edhe truprojet kryetarit. Pastaj, flasësh për
mirëqenie dhe për punë që janë më të mira Se di për në komunën tonë. këto dezinformata, a do të Mes presim tjerave. apo... Mund të merrni replikë, përfundojeni ju Lutem, zë lutem, Doka. lutem. Jo, këto janë shumë paqëndrueshme, ma nuk Jo, janë jeta, komandant unë e të stacionit politor. Unë e thash Dhe unë jam teje transparent unë me ta, me njohin qytetarë, dhe Jeta. unë e kam A marrë i në përdorni debat. mirë përgjigjenin e këta, a i përdorni makina zyrtare? Absolutisht, raportet për to jepen në kuvend, ku zotënia është delegat i kuvendit. A i keni përdorë për pushat? Jo. Sigurt. Unë jam në debat me vetuar në kryetarit komunë, sepse unë jam aktualisht kryetar komune. Edhe sigurisht që do të jem kryetar komune dhe kjo është detyrë zyrtare. Dhe unë nuk vi në Prishtinë vetëm për një detyrë sepse kam 100 km larg. Zakonisht i koncentroj që të punoj diçka për komunën dhe nuk kam vetuar tjetër, nuk kam Faleminderit që e sqarut, vazhdoni. Kohën time, para se të hyj këtu, e pyeta kryeshefin e Dardonës, që ishte një keq kuptim me këshillin debat, e pyeta me çfarë veturë ka ardhur. Sa ka marrë me veturë private. Edhe e vërtetova poshtë veturën. Prandaj kryetari po thotë unë po them është ish kryetar, momentalisht nuk ka kryetar komuna. Unë e kam një raport auditorit këtu. Po kesh më pas vakum institucional. Në raport janë auditorit ligjet që e parashojnë. A sot kryetar komune deri në zgjedhjet e ardhshme kur zgjidhet të jashtme? Po është, po formalisht është këtë fushë. Kjo duhet formalisht. Vazhdoni çka më u përgjigj pyetje lidhur me investime. A keni do të përgjigjem dezinformatat. Unë e kam një raport auditorit i cili e thotë që parku i makinave në komunë nuk ka përgjegjës. I lutem kryetar që ta lexoj, ka lexuar por nuk do ta lexoj. Edhe thotë që makinat në komunën e burimit keq përdoren në mënyrë më drastike të mundshme. Po e them vetë një shënim. Çdo ditë punë edhe jo punë. Çdo ditë javë. Në komunën e burimit harxhohen 83 euro karburante. Për vetura zyrtare që përdoren edhe për dorëzma, edhe për neja, edhe për hënë gjemromjeve, bilet drejtorët e drejtorate, konkretisht drejtori i financave, shkojnë edhe në pushim. Gjëja që po shkon në trajnime, në strug, edhe shkon deri në Durrës. Kjo ka ndodhur 3 herë. Po në hipotetike dhe lutem 83 euro në ditë, ky po dëmonton vetëm dhe nëse thuhet për një park të makinave. Auditori që po thotë. Lutem mirë auditori, nëse kem kohë mund të shkëtojmë të gjitha. Po mendoj se jemi të kufizuar ko. Unë do të vazhdoj. Jo, që unë e pranoj, nuk e di përmend. Po e pranoj që 83 që kanë shpenzimet ditore të komunës së Stogut. Mbi 16 apo sa po thonë keni makina. Sepse është përgjigje nuk merr mund simultorë. Dhe unë pajtohem ato shpenzime ditore të 83 euro. Mirë, po 83 euro shpenzime ditore nuk i mbulojnë që to të pavërteta hipotetike që thuan në përdasma, në përpushime, sepse kish dalë 800 euro. Nëse dojmë na më bëj fjalë me stimë ndryshime në punë, po e them një. Unë do të bëja depolitizimin e arsimit në komunën e burimit, komplet deri me tash shkollat shqip janë politizuara, nuk ka pas teori që zgjedhet një drejtor i cili nuk i përket partisë në pushtet, zgjedh drejtor aktual, përveç dyve që ja tha ditë në debat janë fletëdes sepse drejtë kanë qenë me to. Do të jetë në nushë drejtor komunën, nuk do të mund të bëjë depolitizimin e gjitha shkollave. Pastaj me ju shkollat që po thotë, lutem tek ky, në shkollat që po thotë se 2 vite ka filluar ndërtimi i objektit shkollor Martin Coma, shkollë fillore Martin Coma në Burakot, edhe sot e kësaj dita si bunker. Sulmon shumë kryetari i komunës e din atë. Përfundojeni? Është objekti i gjimnazit në gjendje katastrofale, që në zonë sa tu nuk di çfarë kushtesh kanë aty. Mos flasim për shkollën teknike që ka filluar ndërtimi i objektit. Zonë me duhet të rregoj për shkak të faleminderit ka lutem. Sulmohet në njerëz që ka ndërtuar 10 shkolla. Dhe që në komunën e Stogut që 3 vite nuk folet për ndrimin e tretë. Dhe kemi pretendime që të punojmë në Nindrë, 10 shkolla të reja. Dhe shkolla e Gurakosit jashtë projekt buxhetit për arsye se ka pas një fatkeqësi, është djeg shkolla. Dhe është ndërtuar shkolla dhe është në parë në sipër. Është ndërtuar nga mbetet për shkak të asaj që thash kualitetet në konkurrencën e mundësive. Dhe shkolla teknike punohet kati 3 sajna. Dhe gjimnazi vetëm është kontraktuar që të ndrohen 2 udhëtarë, sepse dhe për këto, okej, më vjen mirë që janë për tregun kosovar, për tregun i Stogas, ma më rëndësi. Dhe tregu i Stogas i din. Nuk mund të sulmohet me njëri i cili ka marrë në fshatin tonë shkollën 1 milion euro. Përveç që edhe kalon pas javë diskutues. Po aty ku ka qenë investimi ka qenë në dorë. Aty ku keni prek jo me të vërtetë. Aty ku ke prek ti me kryeshefin ton, zot ne ke rrugova. Aty ke prek ti me aleatin ton të ri dhe unë kam qenë opozit. Unë kam qenë fatvasisht opozit. Tani pas ke qenë në pozitë. Gjithë ato që janë dezinformata të llojit. Sa i kanë ndërtuar 2 trafo, ku i kanë ndërtuar? Unë po e them më tjetër. Nuk është menaxhia. Ka qenë koha emergjencë, sociali kanë ndërtuar jo unë. Po ju i keni shkuar që kanë ndërtuar komunat. Jo, unë thashë kam bë projektin, është vërtet ndërtuar zonë me gjeptimin sepse e kam nuk e kam të fell,
Ti as ka menaxhu me përgjithësi dhe kjo është fjalori ju i zakonshëm, vetëm për këta e dinë qytetarët, për këta edhe kanë besimin e vazhdueshëm, për këta qytetarët janë të sigurt se sa e duani stokun, dhe ju lutem vetëm në fatin ku jeton ti, unë e kam fut 7 milion euro. Dhe vetëm edhe bletë të bardhë që thonë. Edhe një kanalizim do që ke fut tash në Eurozotri, aty ka fut mjetet qeveria e Kosovës që nuk është buxheti yti. Ti duhet përgjigjesh për menaxhimin e buxhetit komunal. Të buxhetit vetanak. Cilin më shumë se 70% e ke përdorur ti bashkë me stafin ta orientoj. Ti orientoj investimin e komunës tonë dhe kjo do të ndodhë. Dihet fare mirë se do të ndodhë vazhdimisht dhe ju garantoj. Tash në debat. Edhe sot e ka ditë se 6 vite në 2 banesa që ne ka ujt për veti për kryeshefin. Ndërsa njerëzit tonë s'kanë kushtrehojnë kokën, kesh përdorimi tjetër, mund të kontrollohen nga qytetarët. Organizata e qeveritare sa? Me gjithë se unë s'kam qenë të flasë personale fundë nga qytetarët. Nësa unë jetoj me bashkësi familjare me vllazë dhe fëmijë. Faleminderit për kaq patëm kohë, duket se do të jetë ballotazh interesante për komunën e Istogut, kaq deri në komunën e ardhshme, natën e mirë.